Nga deklarime publike të deri tashme, më shumë ngjason që do të ketë zgjedhje se sa mundësi për me zgjedhjen e president, përveç nëse do të ketë një befasi në moment fundit. Folmja për presidentin mes partive politike ka filluar shumë vonë, për mendimin tim, sepse është ditë shprej një kohë gjatë që ne do të kemi nevojë për një president, dhe mes që kanë shprehur të gjithë pra edhe partia më e madhe vendosur. Për të tjerë, gatishmërinë për të ulur biseduar për këtë gjë, mendoj që nuk ka kurrë kuptimi pse nuk e ndonë më herët edhe me trajtuar këtë çështje seriozisht. Dhe nëse nisemi nga kjo, po edhe nga deklarime publike të deri tashme, më shumë ngjason që do të ketë zgjedhje se sa mundësi për me zgjedhjen e president, përveç nëse do të ketë një befasi në moment fundit të cilën nuk mund me refuzu tjetër. Pra sjellja e zotit Kurti, duke qenë kryetari i partisë më të madhe, i ka dy mundësi, ose po do me shku në zgjedhje, ose po do me e pru një emën në fund të afatit në kuvend për të nxënë në befasi, do thosha partitë opozitare, duke llogarit mosgatishmërinë e tyre për me shku në zgjedhje dhe kështu me arrit me zgjedhjen një president i cili ai do ta kishte plotësisht në kontroll. Prandaj mendoj që është proces jashtëzakonisht i rëndësishëm në të cilin partitë opozitare duhet të jenë ndërmeshme dhe të mos bien projekti shantazhit potencial që mund të ardhë nga zoti Kurti.